me cilin do të lidhemi drejt për të kuptuar se si është atmosfera tani kur kanë mbetur më pak se një orë derisa të fillojë kjo ndeshje. Përshëndetje Arlind, shoh që stadiumi veç ka filluar që të mbushet nga tifozët, do t'i kemi, siç ke paralajmëruar edhe vetë ti, një numër goxha të konsiderueshëm të shqiptarëve që do të jenë në Wembley, apo jo? Ndërma konstrimi brenda përshikuesit e Klan Kosovës janë zyrtarisht 6.000 tifozë shqiptar në pjesën e tifozëve mysafir, me atë një numër shumë i madh për tyre janë në pjesa tjera të tribunave dhe më kanë përshëndetur gjatë natës sonte në Wembley pa entuziazëm të jashtëzakonshëm për tjerët sapo kanë dalur dhe krijuar themi një atmosferë shumë e mirë. Sasi që janë bërë bashkë edhe tifozët kuqezë po ashtu edhe Ilirian Elite për të ndeshjet të rëndësishme e para kualifikuese për kampionatin botëror e Shqipërisë. Bevasi në formacion është që Uzuni starton para Brojës, ndërsa Ismaili që ka qenë i lënduar nuk starton në vend të thjesht Arlind Ajeti. Megjithatë, pata mundësi të bëja një intervistë me trajnerin Pablo Zabaleta, asistentin e Silvinjës, duke pyetur cila ishte ideja që Uzuni të luante nga fillimi, se kësaj për shkak të stilit të lojës të cilin e aplikon kombëtarja anglisë dhe ne duhet të mbrohemi dhe Uzuni është lojtar që vrapon shumë për këtë arsye ai ka startuar para Brojës sonte. Kujtojmë që intervistën me trajnerin Zabaleta do të keni mundësi ta ndjeshni para fillimit të ndeshjes në emisionin që do të drejtohet nga Andi Shobani pas nga Oltiana Ema. Shumë faleminderit Arlind, padyshim në orën 20:35 do të nisë kjo kampanja, ta themi ashtu, për këtë finale të Shqipërisë që do ta ketë me Anglinë, pas këtij edicioni të lajmeve i cili do të jetë edhe paksa më i shkurtuar se zakonisht. Ne tani do të ndrojmë temë 4 ditë pas varrimit